Pavarësisht deklaratave të kryeministrit Edi Rama se projekti në Zvërnec do të zhvillohet, dhe sa ai nuk do të jap dorëheqjen, protestuesit nuk zmbrapsen. Pasditja e kësaj të shtune do ta gjej bulevardin Dëshmorët e Kombit në protestën e 21 me qytetarë dhe aktivistë që do të mblidhen sërish para ambienteve të kryeministrisë. Por ndryshe nga herët e tjera, sot, tubimit do t'i bashkohet edhe diaspora me qytetarë që janë nisur nga vendet të ndryshme të Europës. Në pikën kufitare të Muriqanit ka pasur fluks të madh gjatë paradites së kësaj të shtune. 10 emigrant nga Anglia, Gjermania dhe vende të tjera europiane kanë bërritur me makinat e tyre. Ata zhvilluan një parad me flamuj kombëtar në hyrje të Shkodrës dhe më pas u nisën drejt kryeqytetit për t'u bashkuar protestës pasdite para kryeministrisë. Tubimi i sotëm pritet të nisë prej orës 19 tek sheshi Skënderbej dhe më pas do të marshohet drejt kryeministrisë. Kërkesat e protestuesve janë të njëjta: anulimi i projektit në Zvërnec, transparencë nga qeveria, shfuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura, anulimi i paketës së maleve dhe largimi i kryeministrit Edi Rama.